Dashi, sot do të ndiheni më të lidhur me ndjenjat tuaja dhe do të keni mundësinë të reflektoni mbi marrëdhëniet personale. Në punë mund të hasni pengesa të vogla, por që do t'i kaloni me sukses nëse qëndroni të fokusuar. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj planifikoni shpenzimet me kujdes. Është koha e duhur për të bërë një analizë të situatës dhe për të marrë vendime të mençura. Në aspektin emocional, mund të ndjeni një nevojë për qetësi dhe relaksim. Merrni kohë për veten dhe mos harroni të kujdeseni për shëndetin mendor. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të mirë mund të ndihmojë në përmirësimin e humorit tuaj. Demi, sot mund të ndjeni një nevojë të fortë për të bërë ndryshime në jetën tuaj personale. Në dashuri mund të përballeni me disa keqkuptime të vogla, por mos u shqetësoni, gjithçka do të zgjidhet me komunikim të hapur. Në punë, përqendrohuni në detajet dhe mos e lini punën për në minutën e fundit. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Bëni një plan buxhetor për të shmangur surprizat. Emocionalisht mund të ndiheni paksa të lodhur, prandaj gjeni kohë për relaksim. Një ecje në natyrë ose një aktivitet i lehtë fizik mund të ndihmojë shumë. Mos harroni të merrni kohë për veten dhe të kujdeseni për shëndetin tuaj mendor. Binjakët, sot mund të ndjeni një energji të re që po hyn në jetën tuaj. Në dashuri është koha e duhur për të treguar ndjenjat dhe për të bërë lëvizje të guximshme. Në punë do të përballeni me sfida që kërkojnë qartësi dhe përqendrim. Financat tuaja mund të duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale pritet të jetë e qëndrueshme, por mos harroni të merrni kohë për veten. Praktikoni meditim ose ndonjë aktivitet relaksues për të mbajtur mendjen të qetë. Bëni kujdes me komunikimin për të shmangur keqkuptimet me njerëzit e afërt. Ky është një moment i mirë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja dhe për të bërë plane për të ardhmen. Gaforia. Ndryshimet në jetën tuaj personale mund të sjellin emocione të përzierë sot. Në dashuri është e rëndësishme të tregoheni të duruar dhe të dëgjoni partnerin. Në punë mund të hasni sfida të vogla, por me përkushtim do t'i kaloni me sukses. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për kursimet. Energjit janë të larta, por kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke gjetur pak kohë për veten. Një shëtitje e shkurtër ose leximi i një libri të preferuar mund t'ju ndihmojë të relaksoheni. Mos lejoni që streset e vogla të ndikojnë në humorin tuaj. Sot është dita e duhur për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe për të bërë plane konkrete për t'i arritur ato. Luani. Sot mund të ndiheni pak të lodhur emocionalisht, prandaj bëni kujdes me vendimet impulsive. Në fushën e dashurisë, komunikimi i qartë do të ndihmojë për të shmangur keqkuptimet me partnerin. Beqarët mund të kenë një takim interesant, por mos u ngutni me përfundime. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë më shumë përkushtim se sa pritej, por do të arrini rezultate pozitive nëse qëndroni të fokusuar. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por evitoni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur balancën. Merrni pak kohë për veten tuaj dhe relaksohuni për të rifituar energjinë. Aktivitetet që ju japin kënaqësi do të jenë të dobishme për gjendjen tuaj emocionale. Kujdesuni për shëndetin dhe mos neglizhoni ushqimin e shëndetshëm. Virgjëresha. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Është koha e duhur për të treguar durim dhe mirëkuptim në komunikim. Në punë, përqendrohuni tek detajet dhe mos nxitoni në vendimmarrje. Financat mund të kërkojnë një rishikim të kujdesshëm të shpenzimeve të fundit. Mbani një sy mbi buxhetin tuaj dhe shmangni blerjet impulsive. Energjia juaj emocionale mund të jetë paksa e ulët sot, prandaj mos harroni të gjeni kohë për veten dhe të relaksoheni. Mundohuni të shmangni situatat stresuese që mund të ndikojnë në humorin tuaj. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet i lehtë fizik mund t'ju ndihmojë të rigjeni balancën dhe qetësinë e brendshme. Beshoria. Dita e sotme ofron mundësi të reja në fushën e dashurisë, veçanërisht për ata që janë në kërkim të një lidhjeje të re. Është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të ndërtuar marrëdhënie të reja. Në punë mund të hasni disa sfida, por me pak durim dhe përkushtim do t'i kaloni me sukses. Shmangni vendimet e nxituara financiare, pasi dita nuk është e favorshme për investime të mëdha. Gjendja emocionale mund të jetë e luhatshme, prandaj është e rëndësishme të gjeni kohë për reflektim dhe qetësi. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të rifitoni balancën. Fokusohuni në gjërat pozitive dhe mos lejoni që streset e vogla t'ju prishin humorin. Akripi. Dita e sotme sjell energji të reja dhe mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet personale.
Në dashuri, dialogu dhe mirëkuptimi do të jenë çelësi për të kapërcyer çdo keqkuptim. Në punë mund të përballeni me sfida, por qëndrueshmëria juaj do të vlerësohet nga eprorët. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni me kujdes buxhetin tuaj. Gjendja emocionale mund të jetë dhe luhatshme, prandaj merrni kohë për veten dhe praktikoni aktivitete që ju sjellin paqe. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të jenë shumë të dobishme për të rikuperuar ekuilibrin tuaj të brendshëm. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke bërë zgjedhje të shëndetshme në ushqim dhe stërvitje të rregullt. Shigjutari. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Ndiheni më të ndjeshëm ndaj ndjenjave të tjerëve, gjë që mund të forcojë lidhjet tuaja. Në punë mund të hasni disa sfida të vogla, por aftësia juaj për të zgjidhur probleme do t'ju ndihmojë të ecni përpara. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, mos nënvlerësoni detajet. Mbani një sy në shpenzimet e panevojshme dhe përpiquni të kurseni më shumë. Sot mund të ndjeni një nevojë për qetësi dhe reflektim të brendshëm. Merrni pak kohë për të relaksuar dhe për të medituar. Kjo do t'ju ndihmojë të gjeni balancën dhe të përballoni çdo situatë me më shumë qetësi dhe vendosmëri. Britsjabi. Në këtë ditë, energjitë kozmike do të ndikojnë në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Në dashuri, është koha e duhur për të sqaruar keqkuptimet me partnerin, duke përdorur komunikimin e hapur dhe të sinqertë. Në punë, përqendrohuni në detyrat e vogla që kërkojnë vëmendje të veçantë, pasi detajet do të bëjnë diferencën. Financat mund të kërkojnë një vështrim më të kujdesshëm, kështu që shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për buxhetin afatgjatë. Gjendja emocionale mund të jetë e paqëndrueshme, prandaj merrni kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi ndjenjat tuaja. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen mund të ndihmojë në rivendosjen e balancës së brendshme. Kujdesuni për veten dhe mos harroni rëndësinë e mirëqenies. Ujori. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Është e rëndësishme të jeni të durueshëm dhe të dëgjoni me kujdes atë që thonë të tjerët. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet, ndaj mbani syt hapur dhe mendjen e kthjellët. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, prandaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Në aspektin emocional, ndjeni nevojën për qetësi dhe reflektim. Kjo është një kohë e mirë për të marrë një pushim të shkurtër dhe për të rifituar energjitë. Mos e neglizhoni rëndësinë e relaksimit dhe kujdesit për veten. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe fizik, duke bërë aktivitete që ju sjellin kënaqësi dhe paqe. Peshi. Në këtë ditë mund të ndiheni të sfiduar në aspektin emocional, por mos lejoni që kjo të ndikojë në vendimet tuaja. Në fushën e dashurisë është koha e duhur për të shprehur ndjenjat tuaja me sinqeritet. Në punë, mbani fokusin te detajet dhe shmangni konfliktet e panevojshme me kolegët. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, kështu që bëni kujdes me shpenzimet e tepërta. Është e rëndësishme të mbani një ekuilibër midis të ardhurave dhe shpenzimeve. Mos harroni të gjeni kohë për veten tuaj dhe relaksimin, pasi kjo do t'ju ndihmojë të përballoni më mirë stresin e përditshëm. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik duke bërë aktivitete që ju pëlqejnë.